Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ka rënë dakord të pezullojë sulmet ndaj Iranit për 2 javë me kusht rihapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit. Ai tha se SBA ka marrë një propozim me 10 pika nga Irani, që konsiderohet bazë për negociata. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se ka rënë dakord të pezullojë bombardimet dhe sulmet ndaj Iranit për një periudhë 2 javore. Njoftimi është bërë përmes një postimi në rrjetin e tij social, ku Trump thekson se vendimi vjen pas bisedimeve me drejtuesit e Pakistanit, kryeministrin Shehbaz Sharif dhe shefin e ushtrisë Asim Munir. Sipas tij, kërkesa për pezullimin e sulmeve është bërë nga pala pakistaneze, e cila ka ndërmjetësuar mes Washingtonit dhe Teheranit dhe ka propozuar një armpushim 2 javor. Trump deklaron se pezullimi i sulmeve do të zbatohet me kusht që Irani të pranojë rihapjen e plotë të menjëhershme dhe të sigurt të ngushticës së Hormuzit. Ai e cilëson këtë zhvillim si një armpushim të dyanshëm, duke theksuar se masa synon krijimin e hapësirës për finalizimin e një marrëveshjeje më të gjerë. Në deklaratën e tij, presidenti amerikan shprehet se Shtetet e Bashkuara kanë përmbushur dhe të kaluar objektivat ushtarake dhe se negociatat për një marrëveshje afatgjatë paqe me Iranin janë në një fazë të avancuar. Trump bën të ditur gjithashtu se SBA ka marrë një propozim me 10 pika nga Irani, i cili sipas tij përbën një bazë të vlefshme për negociata. Në përfundim të deklaratës, Trump thekson se është një nder për të që një çështje afatgjatë si kjo të jetë pranë zgjidhjes dhe përmend gjithashtu rëndësinë e paqes në lindjen e mesme. Qytetarë iranian kanë shprehur dyshime mbi armpushimin e shpallur nga Donald Trump, duke vënë në pikpyetje arsyet e tij. Disa e shohin vendimin si një mundësi për SBA-n që të fitojë kohë dhe të riorganizohet. Reagime të ndryshme janë regjistruar në Teheran pas njoftimit për një armpushim 2 javor mes Shteteve të Bashkuara, Iranit dhe Izraelit. Qytetarë të mbledhur në rrugë dhe sheshe, duke valvitur flamuj kombëtar, kanë shprehur dyshime dhe pyetje mbi këtë zhvillim të fundit. Disa prej tyre kanë deklaruar se SBA ka treguar edhe më parë se përdor negociatat për të ndërmarrë veprime ushtarake, duke vënë në dyshim qëllimin e armpushimit. Të tjerë janë shprehur se nuk e kuptojnë arsyeën e pranimit të marrëveshjes, duke sugjeruar se ajo mund të shërbejë për të fituar kohë në favor të Izraelit. Në reagime të tjera, qytetarët kanë theksuar se një vendim i tillë duhet të vijë nga udhëheqja e vendit dhe jo të imponohet. Gjithashtu janë ngritur pyetje mbi situatën në ngushticën e Hormuzit, duke përmendur se ajo ishte e mbyllur dhe më pas rihapur. Ndërkohë, autoritetet iraniane e kanë paraqitur marrëveshjen si një fitore, duke pretenduar se kushtet e tyre janë pranuar. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se Irani ka rënë dakord për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe se negociatat do të vazhdojnë. Kryeministri kanadez Mark Carney u bëri thirrje palëve të konflikt me Iranin të respektojnë ligjin ndërkombëtar dhe të mos shënjestrojnë civilët. Ai theksoi se përgjegjësitë humanitare duhet të respektohen pavarësisht zhvillimeve në terren. Kryeministri i Kanadas, Mark Carney, ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit në konfliktin me Iranin, duke bërë thirrje për respektimin e ligjit ndërkombëtar. Gjatë një konferencë për shtyp në Ottawa, ai deklaroi se në çdo konflikt, palët duhet të respektojnë rregullat e angazhimit dhe të shmangin goditjen e civilëve dhe infrastrukturës civile. Carney theksoi se kjo është një kërkesë që Kanadaja e ka bërë si publikisht, ashtu edhe në mënyrë private ndaj aktorëve të përfshirë në konflikt. Ai u ndal edhe tek negociatat që po zhvillohen, duke vënë në dukje se shpesh ekziston një diferencë mes deklaratave publike dhe asaj që ndodh në prapasken. Sipas tij, edhe pse Kanadaja nuk është në qendër të këtyre bisedimeve, ajo ka një farë informacioni mbi zhvillimet e tyre. Kryeministri shtoi se, pavarësisht rrjedhës së negociatave në orët dhe ditët në vijim, përpjekjet duhet të çojnë drejt ndalimit të luftimeve dhe rikthimit të sigurisë dhe paqes në rajon. Liderët evropian mirëpritën armpushimin mes SBA-s dhe Iranit, por kërkuan që ai të shtrihet edhe në Liban. Franca, Spanja dhe BE theksuan nevojën për hapa konkret drejt një zgjidhjeje afatgjatë. Marrëveshja për armpushimet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka sjellë reagime të menjëhershme nga liderët evropian. Presidenti francez Emmanuel Macron e cilësoi zhvillimin si pozitiv, edhe pse të përkohshëm, duke theksuar se është thelbësore që marrëveshja të përfshijë edhe ndalimin e sulmeve në Liban. Sipas tij, situata në këtë vend mbetet kritike dhe zhvillimet e fundit nuk përbëjnë një përgjigje të duhur.
Qëndrimi i Francës u mbështet edhe nga Spanja, ku ministri i jashtëm José Manuel Albares deklaroi se vazhdimi i operacioneve ushtarake në Liban është i papranueshëm dhe se të gjitha frontet duhet të mbyllen. Edhe kryeministri spanjoll Pedro Sánchez e përshëndeti pushimin, por theksoi se nuk mund të lavdërohen ata që, sipas tij, kanë kontribuar në përshkallëzimin e situatës. Nga ana tjetër, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi që marrëveshja të pasohet nga hapa konkret drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Ndërkohë, mjetet iraniane raportojnë për përgatitje të reja diplomatike me caktimin e një krye negociatori për bisedimet e ardhshme që pritet të zhvillohen në Islamabad. Po ashtu, sipas raportimeve, delegacioni amerikan në këto bisedime mund të drejtohet nga zëvendës presidenti J.D. Vance. Çmimet e naftës ranë ndjeshëm dhe tregjet e aksioneve u rritën pas shpalljes së një arpushimi 2 javor në lindjen e mesme. Investitorët reaguan pozitivisht ndaj mundësisë së rifillimit të furnizimeve përmes ngushticës së Hormuzit. Tregjet financiare globale reaguan menjëherë pas njoftimit për një arpushim 2 javor në lindjen e mesme, duke sjellë lëvizje të forta në çmimet e energjisë dhe në bursat ndërkombëtare. Çmimet e naftës pësuan një rënje të ndjeshme me kontratat amerikane që ranë deri në 16.5%, duke arritur në rreth $94 për fuqi. Në të njëjtën kohë, tregjet e aksioneve shënuan rritje të forta, veçanërisht në Azi, ku ekonomitë kishin ndier ndikimin e luftës dhe rritjes së çmimeve të energjisë. Indeksi Nikkei në Japoni u rrit me më shumë se 5%, ndërsa në Korenë e Jugut, indeksi Kospi shënoi rritje afër 6%. Reagimi pozitiv i tregjeve lidhet me njoftimin e presidentit amerikan Donald Trump për pezullimin e sulmeve ndaj Iranit dhe përparimin drejt një marrëveshjeje afatgjatë paqeje. Investitorët e kanë parë këtë zhvillim si një sinjal për uljen e tensioneve dhe për rikthimin e mundshëm të furnizimeve me naftë dhe gaz përmes ngushticës së Hormuzit. Që prej fundit të shkurtit, konflikti kishte shkaktuar tronditje në tregjet globale, duke rritur ndjeshëm çmimet e energjisë dhe duke krijuar pasiguri për ekonominë botërore. Sipas analistëve, tregjet kishin parashikuar një dalje nga kriza dhe zhvillimet e fundit janë parë si një hap në këtë drejtim. Të paktën 8 persona humbën jetën dhe 22 u plagosën pas një sulmi izraelit në qytetin Sidon të Libanit. Sulmi goditi një kafene, ndërsa në vendngjarje ndërhyn ekipet e emergjencës. Të paktën 8 persona janë vrarë dhe 22 të tjerë janë plagosur pas një sulmi ajror në qytetin portual të Sidonit në Liban. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, objektivi goditur ishte një kafene, ndërsa në vendngjarje u pa ndërtesa të dëmtuara, makina në flak dhe njerëz të mbledhur mes rrënojave. Ekipet e zjarrfikësve dhe të emergjencës ndërhyn menjëherë për të shuar zjarret dhe për të transportuar të plagosurit drejt spitaleve. Personat e lënduar u larguan me barela, ndërsa tymi dhe flakët vazhdojnë të ngrihen nga zona e goditur. Sulmi vjen në një moment kur në arenën ndërkombëtare është njoftuar një arpushim 2 javor mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Sipas zyrtarëve amerikanë, edhe Izraeli ka rënë dakord për këtë marrëveshje dhe për pezullimin e fushatës së bombardimeve ndaj Iranit. Marrëveshja, e ndërmjetësuar me ndihmën e Pakistanit, përfshin gjithashtu ndalimin e operacioneve ushtarake izraelite në territorin libanez. Mungesa e karburantit po prek disa vende të Azisë pas ndërprerjeve të furnizimit të shkaktuara nga konflikti në linjën e mesme dhe bllokimi i ngushticës së Hormuzit. Qeveritë po vendosin masa emergjente, ndërsa qytetarët përballen me rritje çmimesh, radhë dhe kufizime në përdorimin e energjisë. Mungesa e karburantit po përhapet në disa vende të Azisë, ndërsa pasojat e konfliktit në linjën e mesme po ndikojnë drejt për drejt në furnizimin me energji dhe jetën e përditshme të qytetarëve. Në Myanmar, autoritetet kanë vendosur një sistem racionimi për automjetet private. Sipas skemës së re, makinat me targa çift mund të qarkullojnë vetëm në data çift, ndërsa ato me numra tek në data tek. Në Filipine, qytetarët janë parë në radhë të gjata në pikat e karburantit përpara një rritjeje të paralajmëruar të çmimeve. Autoritetet kanë bërë të ditur se çmimet do të rriten në disa faza, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e rritjeve të tjera nëse situata vazhdon. Në Bangladesh, qeveria ka ndërmarrë masa për të kursyer energjinë, duke mbyllur universitetet dhe pezulluar transportin me autobus shkollor. Këto masa vijnë në një kohë kur çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm dhe furnizimi është bërë më i vështirë. Në Korenë e Jugut, qytetarët janë parë duke u rreshtuar në pikat e karburantit
për të furnizuar automjetet e tyre nga frika e rritjes së mëtejshme të çmimeve. Ndërkohë në Indi, disa biznese po përballen me pasoja të drejtpërdrejta. Një restorant në Begaluru raportoi rënje të ndjeshme të aktivitetit për shkak të mungesës së gazit për gatim, duke u detyruar të përdorë dru dhe të reduktojë menun. Në Nepal, qytetarët janë parë duke pritur në radhë me bombola gazi Bosch, ndërsa autoritetet kanë kërkuar që shpërndarja të bëhet me sasi të reduktuara për të ruajtur rezervat. Në Pakistan, autoritetet thonë se vendi është më pak i ekspozuar ndaj krizës për shkak të përdorimit në rritje të burimeve vendase të energjisë. Megjithatë, paralajmërohet për mundësi ndërprerjesh të përkohshme gjatë periudhave të kërkesës së lartë. Në Tajland, qeveria ka ndërmarrë masa për kursimin e energjisë, duke ulur përdorimin e kondicionerëve dhe duke kërkuar nga administrata publike të reduktojë konsumin e energjisë. Kriza ka prekur edhe jetën sportive. Në Pakistan, ndeshjet e kampionatit të kriketit do të zhvillohen pa praninë e tifozëve, për shkak të mungesës së karburantit dhe kostove të larta të transportit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky paralajmëroi se situata e pazgjidhur rreth Iranit po destabilizon tregjet globale. Ai theksoi nevojën për siguri energjetike dhe masa të brendshme për të mbështetur ekonominë dhe mbrojtjen. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar për pasojat globale të krizës së vazhdueshme rreth Iranit, duke theksuar ndikimin e saj në tregjet ndërkombëtare dhe ekonominë botërore. Në një deklaratë publike, ai u shpreh se situata e pazgjidhur prej kohësh ka krijuar paqëndrueshmëri të gjerë, duke prekur drejt për drejt tregjet globale dhe duke rritur rrezikun për pasoja të konsiderueshme ekonomike. Zelensky theksoi nevojën për masa të brendshme që të sigurojnë furnizimin e plotë të Ukrainës, në mënyrë që vendi të përballojë këtë periudhë të pasigurt dhe të ruajë funksionimin e mbrojtjes, ekonomisë dhe nevojave sociale. Ai u ndal edhe tek rëndësia e marrëveshjeve për furnizimin me karburant, duke bërë të ditur se gjatë muajve mars dhe prill janë siguruar sasi të nevojshme përmes bashkëpunimit me kompani shtetërore dhe private. Sipas tij, Ukraina po punon me partnerët evropian dhe vendet e lindjes së mesme për të garantuar sigurinë energjetike, në kuadër të një bashkëpunimi të ri që përfshin shkëmbimin e ekspertizës në fushën e sigurisë. Presidenti i Ukrainas theksoi gjithashtu se vendi ka ofruar mbështetje dhe ekspertizë në rajonet e përfshira nga konfliktet, duke quar në marrëveshje afatgjata bashkëpunimi në fushën e sigurisë. Korea e Veriut ka lëshuar disa raketa ballistike drejt detit në brigjet lindore, duke shtuar tensionet në rajon. Korea e Jugut e ka cilësuar veprimin si provokim dhe shkelje të rezolutave të OKB-s. Tensionet në gadishullin korean janë rritur sërish, pasi Korea e Veriut ka lëshuar disa raketa ballistike drejt detit në brigjet lindore të vendit. Sipas ushtrisë së Koresë së Jugut, lëshimet janë kryer në mëngjes nga zona pranë qytetit Wonsan, ndërsa raketat kanë përshkruar një distancë prej rreth 240 kilometrash. Autoritetet në Seul dhe aleatët amerikan kanë nisur analizën e detajuar të këtyre testimeve, ndërsa një tjetër lëshim i dyshuar ishte regjistruar edhe një ditë më parë pranë Fenjanit. Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Koresë së Jugut zhvilloi një mbledhje emergjente, duke e cilësuar veprimin si provokim dhe shkelje të rezolutave të Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët jug-korean i kanë bërë thirrje Fenjanit të ndalë testimet e raketave dhe të shmangë për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Pamjet arkivore tregojnë zhvillimin e vazhdueshëm të programeve raketore të Koresë së Veriut, përfshirë testimet e raketave ndërkontinentale dhe sistemeve të reja strategjike. Testimet e fundit vijnë në një moment kur shpresat për ulje të tensioneve në rajon mbeten të dobta, ndërsa aktivitetet ushtarake vijojnë të shtohen. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance akuzoi BE-n për ndërhyrje në zgjedhjet e Hungarisë dhe shprehu hapur mbështetjen për Viktor Orban. Ndërkohë, Donald Trump deklaroi publikisht se e mbështet Orban gjatë tubimi elektoral. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka akuzuar Bashkimin Evropian për ndërhyrje të hapur në zgjedhjet parlamentare në Hungari gjatë një vizite në Budapest. Në një konferencë për shtyp, ai u shpreh se burokratët në Bruksel kanë ndërmarrë veprime që, sipas tij, dëmtojnë ekonominë dhe pavarësinë energjetike të vendit. Gjatë deklaratave të tij, Vance kritikoi drejt për drejt qëndrimin e BE-s ndaj Hungarisë, duke theksuar se këto veprime janë të lidhura me kundërshtimin ndaj kryeministrit Viktor Orban.
Ai gjithashtu pranoi se vizita e tij kishte për qëllim të mbështeste Orban në prag të zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen të dielën. Më vonë, në një tubim elektoral, Vance realizoi një telefonat me presidentin amerikan Donald Trump, duke e vendosur në altoparlant përpara mbështetësve. Gjatë fjalës së tij, Trump shprehu mbështetje të fortë për kryeministrin hungarez, duke vlerësuar punën e tij dhe duke deklaruar se e mbështet atë. Zgjedhjet parlamentare në Hungari konsiderohen vendimtare, pasi Orban përballet me një sfidë të fortë nga Peter Magyar. Gara elektorale përball dy qasje të ndryshme. Njëra e fokusuar te çështjet e sigurisë dhe luftës në Ukrainë, dhe tjetra te problemet e brendshme ekonomike dhe sociale. Rezultati i këtyre zgjedhjeve pritet të ketë ndikim të rëndësishëm në drejtimin politik të Hungarisë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk mirupafshim.